studio, në fakt, unë edhe dje thash edhe par dje, në fakt ne këtë javë nuk kemi se si të mos sjellim libra vazhdimisht, sepse jemi në javën e panairit të librit, është një ngjarje vërtet shumë e bukur edhe që ne duam ta mbështesim edhe mundohemi ta promovojmë vazhdimisht. Këtë gjë kemi bërë në të gjitha edicionet e këtij programi, që kur ka nisur realizimin ky program këtu e para 7 vitesh më herët, kështu që edhe këtë javë është e natyrshme që të kemi çdo ditë libra të ndryshëm për cilët të flitet. Sot do të flasim për një tjetër libër i cili prezantohet për herë të parë në këtë edicion të 13 të panairit të librit këtu në Tiranë. Është një libër me poezi. Në fakt duket sikur përveç se një pjesë e mirë e autorëve ankohen në lidhje me lexueshmërinë e librave, po kur bëhet fjala për poezinë, sfida duket akoma më e vështirë. Megjithatë, jemi kurioz të dim se çfarë ka shtyr autoren që të realizojë pikërisht poezi, edhe se si çfarë pritshmërish ka ajo në lidhje me lexuesin, edhe pse jo me përkthimin financiar të një libri me poezi. Se si do të shpërblehet ai në raport me shpenzimet e ndryshme që mund ketë pasur autoria. Por mbi të gjitha ajo do të na flasë për pasionin, për frymëzimin, për dashurinë e madhe të cilën ajo e ka ndarë në këtë libër me poezi. Është pedagogja Ernestina Halili, e cila vjen në këto momente në studio për ta folur për librin e saj me poezi. Mirë se erdhe, sa bukur që ke veshur. Është kënaqësi, Ernestina. Edhe dua të ndaloj se s'të kam parë ndonjëherë të veshur kështu, se po më duket kështu si ato zanat e Mujt dhe Halilit, në ato legjenda, se kam përshtypjen që dhe libri ka diçka me atë atmosferë apo jo. S'pari më lejo të komplimentoj, së dyti më lejo të them që gjithçka ka ndryshuar përveç publikut mrekullueshëm. Falenderoj shumë, falenderoj. Ti shumë bukur me shumë stil, duke shumë e lirë me këtë stil që ke zgjedhur sot. Faleminderit si gjithmonë tepër e kujdesshme për të ftuar në mënyrë fantastike të ftuarit e tu. Të falenderoj shumë dhe unë dua që librin tënd ta ekspozojmë në këto momente më njëherë. Gjama e erës titullohet ky libër me poezi. Ne ndërkohë që do të shkojmë të zënë vend, kemi lexuar njërin prej poezive të tua këtu. Është regjizori ynë Moris Rama, njëkohësisht edhe interpretues shumë i mirë i cili Faleminderit. E ka interpretuar këtë poezi dhe ne do ta shohim sot në këto momente dhe ne shkojmë ulemi. E ndjekim. Faleminderit. Ka dal me mu, ka dal. Vrapin ta baj hap, hapin ta baj zap. Ka dal me mu, ka dal. Frymën ta shitoj, zanin ta zgjimoj, ëndrrën ta mbaroj. Ka dal me mu, ka dal. Vrapin ta baj hap, hapin ta baj zap. Ka dal me mu, ka dal. Nadjen ta baj nat, ditën ta baj dat, ujin ta baj that, eshkën ta baj lakt. Ka dal me mu, ka dal. Vrapin ta baj hap, hapin ta baj zap. Ka dal me mu, ka dal. Ndjesha mirë për ty. Kjo ishte poezia e këtij libri, i cili me sa duket të shkruar i gjithë në gegnisht, apo jo? Po, Rudin, ashtu është një libër... Gjama e erës. Është një libër i shkruar në 9 dialektin e Dukagjinit, është një 9 dialekti gegnishtes letrare dhe gegnishtes gjerë, e cila flitet prej shkumbinit e lartë. Vjen në një rrëfim autopoetik, vjen me gjithë antropologjinë që mban ajo zonë, me gjithë visaret e me gjithë mrekullit e zonës e Dukagjinit, po natyrisht ka rite, ka mite, ka tradita, ka moralin e asaj zone, ka bukurinë e jashtëzakonshme të zonës për nga vijnë të partë e mi. Çfarë të frymëzoi për të realizuar një libër me poezi? Beslidhja vjetër. Është më e lehtë të shkruash poezi, apo të vjen ty më e lehtë të shkruash poezi, apo sepse proza ishte më e lehtë ndoshta edhe për komunikimin me lexuesin? Si mendon? Ky është një kumët që më vjen nga dheu i të parëve, është një gjuhë të cilën nëna e nënësime ma ka mësuar. Ajo me erdhi rishtas, tani kur kam hyrë në epokën e moshës artë, le të themi, moshës mesme, kur njeriu fillon edhe përpiqet të piqet nga pak, të krijojë përvojat e tij jetësore. Në Beslidhjen e lashtë thuhet se ka një kohë me miell, ka një kohë me korr dhe ka një kohë me ushqye. Unë te mielja e te korrja kam rrit. Tash ta shohim sa ushqehet lexuesi. Dhe unë besoj, kjo është patjetër diçka shumë e veçantë që vjen si vjet në panairin e librit. Besoj që dhe letërsia në gegnisht nuk është e shpesh, domethënë nuk e gjen shpesh, apo jo? Ashtu është, e vërtetë. Kështu që ndoshta edhe lexuesi do të jetë pak më i veçantë, besoj ai që do ta marrë më një herë edhe do ta shijojë, do të mundet ta shijojë, besoj unë këtë lloj
Unë gjykoj se çdo lexues ka librin e tij edhe çdo libër ka lexuesin e tij. Unë kam provuar të shkruaj në gegnisht, në gjuhën që shpirti kishte andjen e tij, por duke menduar gjithmonë se në shoqëritë e lira, fjala edhe mendimi, natyrisht dhe kumtimi janë të lirë. Kështu që ai është një rrëfim i erës, por është rrëfimi i çdo njeriu me karakteristikat e tij vetjake, por edhe me karakteristikat tipike të zonës apo tipike të kombit. Atëherë, ka një fillim dhe ka një fund. Sigurisht. Ky libër, domethënë, vjen me poezi, po duket sikur ka një fill që i lidh poezitë njëra me tjetrën, është kështu? Libri është konceptuar në strukturën e tij në 5 cikle. Cikli i parë konsiderohet në të mjellun, më vonë vinë kumti i erës, kumti i tokës, apo i dheut edhe kumti i gjamës, dhe mbyllet me Okelion në të korrun. Është dhe një poezi aty për buzukun, sepse, si thuash, për analogji të kësaj arke të madhe, arkaike, me gjithë visaret që unë ju përmenda, me gjithë diamantet që kam gjetur në atë zonë, i ngjan buzukut në veprën e tij ose në fjalët e hershme, në leksikun e hershëm. Ka edhe një fjalorth në fund fare me të shikojmë, për gjithë ata që ndoshta mund të kenë ndonjë vështirësi të vogël me dialektin. Për të qenë pak më divulgative dhe për të qenë më i lexueshëm në të gjitha trevat e Shqipërisë, vjen nga një prodhim i skuadrës Buzuku, i ndërmarrjes apo i botimeve Buzuku, pra nuk është një libër që vjen nga një person i vetëm, por ka pas një skuadër të tërë. Ama zjermin e shporetit. Ama zjermin. Majet, ama. Majet. Vajza ime, tani se rastësisht dhe prandaj e lexova, sepse një nga fjalët që kam mësuar të thotë është pikërisht kjo, ama dhe ka për maje kur do diçka. Edhe është koincidencë shumë e bukur, edhe sapo e pash, ishte rastësisht, kështu që nuk rria dot pa e thënë. Ama thotë. Është shumë e bukur. Më vjen shumë mirë. Ky është një libër i cili është dhuratë për ju, edhe për familjen tuaj. Më vjen shumë mirë që zonjusha juaj ka një gjak apo gjysmën e gjakut geg, kështu që me gjithë zemër ta adoroj. Edhe unë vetë personalisht, maman e kam geg, babajnë tos, kështu që jam një kombinim i përsosur, besoj unë i gjithë të trojve shqiptare. Shqipëria, harta e Shqipërisë, nëse paloset është një. Absolutisht. Unë falenderoj shumë që ishe këtu, do doja edhe mirë për lexuesit shqiptar që ky libër pra është tashmë në Panajir, mund ta gjejnë aty gjatë këtyre ditëve, po më pas me siguri edhe në gjitha libraritë e Tiranës. Në stendën e Buzukut e gjejmë këtë libër me poezi të Erenesina Gjergji Halili, Gjama e erës. Suksese shumë në Panajir, edhe do të jemi sërish në program për tema të tjera. Falenderoj, do doja ta mbyllja duke thënë se shqipja pa gegnishten është si shqipja pa toskerishten. Janë dy gjëra që bëjnë një. Falenderit edhe juve që na ndoqët të dashur miq, jemi nesër, më pafshim.